تذكرت آلاء الرسول وما أرى لها محصي النفس فنفسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lezet të nderuar, sot me që të t'ja fillojmë dhe serisë ligjëratave për 10 ditë, kam zgjedhur një temë që pasi që jo keni me kërku dije, domethënë kur unë këtu jap ders, atëherë kam zgjedhur një temë që zakonisht dietarët pas disa pauzave apo kur shohin që ose fillimit librave, shpjegimit librave e tjera, ose fillimit mësimeve në shkolla universitete, e rifreskojnë temën e vlerës kërkimit diturisë, për shkak që kjo merrit ambicien e nxënësave ose ambicien e atyre që ndëgjojnë dersin apo mësimet. Kështu që sot do të flasim inshallah jo shumë gjatë rreth vlerës diturisë dhe dietarëve. Fillimisht përmendim një ajet në surën Zumar, ajeti 9, ku Allah i madhëruar i nxjerr në pa vlerën e diturisë duke thënë, pa përmendim vetëm kuptimin e ajeteve në shqip që mos më u zgjat shumë. Thot Allahu, pra, thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Pra, Allah bën në këtë ajet e bën formë pyetjes, domethënë sqarimin, që qëllimi është që nuk janë të barabartë ata cilët nuk dinë me ata cilët dinë. Pra ata cilët dinë janë me gradë dhe me vlerë më të madhe. Gjithashtu Allah në surën Mujadila, ajeti 11, ka thënë se Allah do të ngrej në grada dhe shkallë pra ata prej jush që besuan dhe që u është dhënë dituri. Pra përmend këtë ajet që Allah do të ngrej dhe do t'i lartësoj në grada dhe në shkallë më lartë se sa të tjerët, ata që kanë besuar dhe kanë ju është dhënë dije, pra kanë dituri. Në këtë ajet pra veçanë tregon vlerën atij që është besimtar dhe që ka dije. Duke komentuar këtë ajet cilën e përmendëm, Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë se dietarët do të jenë 700 grada më lart se besimtarët e tjerë, ndërsa distanca ndërmjet secilës gradë dhe tjetrës është 500 vite ecje. Pra Ibn Abasi kur komenton këtë ajet, na tregon se do thotë dietarët dallimi i tyre me besimtarët e thjesht është sa 700 grada më lart se sa besimtarët e thjesht. Edhe distanca e secilës kësaj grade po thotë është sa 500 vite ecje. Dikush mund të më thonë pse kaq dallim, domethënë ose kaq shumë vlerë ka dietari me ato besimtarin e thjesht. Përgjigjja është, thon dietarët, se besimtari i devotshëm i bën dobi vetës, bën adhurime, është i devotshëm, fal namaz, agjeron, kryen obligimet, largon prej mëkateve. Ky pra i bën vetës dobi me këtë devotshmëri. Do thotë është mes tij dhe Allahut kjo. Kurse dietari i bën dobi vetës me dijen që kërkon, edhe i bën dobi edhe të tjerëve. Domethënë, vlera e tij është më e madhe për shkak se dietari me dijen që e ka dhe jep tek të tjerët, me këtë i bën dobi vetës tina që merr dije dhe e mëson se çka është e lejuar, çka është halal, çka është haram. Gjithashtu me këtë dije që e shpërndan tek të tjerë, kjo i bën dobi edhe besimtarëve të tjerë. Domethënë, përfitimi dyfisht. Pastaj njerëzit kanë nevojë shumë për dije. S'ka mundësi dhe nuk dinë si me adhuru Allahun njerëz pa dituri. Ata të cilët këtë dituri do thotë shpërndajnë dhe sqarojnë tek njerëz janë dietarë. Allah i lartësuar në surën Fatir, ajeti 28, na thotë se në të vërtetë ndaj robërit, në të vërtetë nga robërit e tij që i friksohen për Allahut janë dietarët. Qëllimi është, siç e kanë komentuar dietarët këtë ajet, thonë se nuk është që të tjerë nuk i friksohen besimtarët e tjerë Allahut, që nuk është qëllimi që veç dietarët i friksohen Allahut. Mirë, po me atë frikën më të madhe dhe më të cilën e kërkon Allahu dhe cila është e vërtetë domthon frikë, cila duhet jetë për Allahun, është ai i cili ka dije për dietari. Me këtë lloj frike
nuk e kanë frikë, domethënë besimtarët e thjeshtë. Sikur dietari, nga se sa më shumë në esencë, sa më shumë që njeriu kërkon dije edhe mëson për fe, kjo duhet me qenë domethënë që ati mjashtu devotshmërinë, mjashtu modestin, lidhjen e tij me Allahun e tjera. Në 2 librat e saktë të hadithit, Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, hadithi Muawiya ibn Abi Sufjanit, Allahu qoftë i kënaqur për tij, i cili ka thënë: e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: nëse Allahu ja dëshiron dikujt të mirën, e ndihmon atë ta kuptoj fen. Me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kujt Allahu ja dën të mirën, domethënë hajrin, ja mundson atij që me kuptu fen drejt. E dietar kanë thonë që nëse dikush nuk e kupton fen drejt, mirë, atëherë Allahu atij nuk ja dën mirën. Këtë hadith do të thotë siç e thamë në Buhari dhe Muslim. Në këtë kontekst si cekëm, Ebu Umame, Allahu mëshiroft, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u informua për 2 burra, njëri adhurues i devotshëm, pra musliman i devotshëm, dhe tjetri dietar. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: vlera e dietarit krahas me adhuruesin e devotshëm është më e lartë, ngjashëm me vlerën që kam unë kundër njeriu më të thjeshtë ndër ju. Do thotë, pejgamberi po na tregon vlerën e dietarit këtë rast, ku i ka treguar për besimtarin e devotshëm, adhuruesin e Allahut të ngjyrë, edhe dietarin. Edhe po e tregon dallimin mes këtyre, dietarit edhe muslimanit që adhuron, do thotë Allahun, do thotë është besimtar. Edhe po thotë po na tregon se dietari e ka, do thotë dallimi i tij është sa ai është ngradë më të larta. Ngjashëm, çish është pejgamberi thotë me ju, domethënë me sahabët, ndër njërin për juve. Domethënë nuk është njësoj dietari me besimtarët e thjeshtë. Siç s'ka qenë pejgamberi, do thotë njëjtë me sahabët. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shtoi duke thënë në këtë hadith, pra, vërtet Allahu angjëjt e tij, banorët e qiejve dhe tokës, madje edhe milingona në folen e saj dhe balena në det, lutën për atë që mëson njerëzve të mirën për hajrin. Subhanallahu, çfarë vlere ka përmendur pejgamberi në këtë hadith për atë i cili ju mëson njerëzve fen, hajrin, ju mëson sa në të mirat fesë. E këtu nuk është vetë dietar, këtu mundet me u fu çdo musliman i cili din diçka dhe i mëson tjetrit. Po thotë vërtet Allahu, ja, angjëjt e tij, pra malaikat, banorët e qiellit dhe tokës, madje edhe milingona në folen e saj, edhe balena, pra, ndet, lutën për personin i cili mëson njerëz. Pra na, Allahu, malaikat, banorët e qiellit dhe tokës, milingona, balena ndeti, gjitha lutën për atë person i cili mëson njerëzve hajër. Këtë hadith dhe përcjell Tirmidhiu, hadithi është i mirë i saktë, ka dhe transmetime të tjera, të cilat në zinxhirin e këtij hadithi ka dobësimi, po ka hadithe të tjera të cilat e forcojnë njëri tjetrin, domethënë. Një version tjetër vëllezër që pejgamberi do të ka thënë, ngjashëm me atë që nxekom, ka thënë dietari është më i dalluar, më i mirë ndaj adhuruesit të devotshëm, po aq sa hëna e plot është dalluar, është më mirë ndaj planeteve të tjera. Domethënë dietari, cili është dallimi mes dietarit me muslimanin e devotshëm? Thotë sikur që dallohet hëna me planetet të tjera. A ki pas më Allah kur të shikon në qiell natën, ajo që la të shkon bën sy dhe dallohet për gjitha planeteve është hëna. Është më ndritshme, më e madhe, më e dalluar për yjeve, për planeteve. Ashtu thotë është dallohet edhe është më mirë dhe mirësia e dietarit është ndaj muslimanëve. Sikur hëna, do thotë kur ta shikon natën ndaj planetit të tjerë, shëndrit. Pastaj thotë dietarët nuk kanë lënë pas vete dinar as dirhem. Do të s'kan lënë pasuri. Dietarët s'kan lënë pasurinë pas vete, thotë. Përkundrazi thotë ata kanë lënë pas vetes tyre dijen, diturinë fetare. Kush thotë që e kërkon pra diturinë dhe merr prej saj do të ketë një fitim të madh. Pra, a beshet sa dietarët zakonisht
janë të angazhuar me kërkimin e dijes dhe dhënien e dijes, diturisë. Dhe ata nuk kanë lënë diçka më të shtrejtë pas vetes së në prej pasurisë, mirë po ka lënë dijen. Ajo është gjë më e shtrejtë dhe më pasuria më e madhe që dietarët kanë lënë pas. Dhe njerëzit kanë mundësi. Dhe thot kushdo që e kërkon atë pasuri për këtë dituri dhe e merr, do të ketë një fitim të madh. Po na tregon pejgamberi se fitimi më i madh që kanë lënë dietarët ose pasuria më e madhe që kanë lënë dietarët kush është? Dituria. E ai i cili e kërkon këtë pasuri, këtë dije, ky do thot ka fituar fitimin më të madh. Hadithi është i mirë për Hasan, e përcjell Abu Daudi dhe të tjerët. Pejgamberi ka thonë në një hadith ku përcjell Imam Ahmedi dhe të tjerët, hadithi është i saktë, ku thot që vërtet angjëjt i hapin krahët e tyre, pra melajket i hapin krahët e tyre për kërkuesin e dijes, pra atë i cili mëson, nga gëzimi dhe kënaqësia për dijen që ai kërkon. Melajket i hapin krahët për shkak të kënaqësisë dhe asaj, do thotë, veprës që ka vepron kërkuesi i dijes fetare, pra. E tash qëllimi çka është tu, thënë dietarët që melajket i hapin krahët për shkak të gëzimit dhe kënaqësisë ndaj kësaj që vepron kërkuesi i dijes, thon El-Hatibi duke komentuar pjesën e krahëve të angjëve që e hapin, domethënë që shusek në hadith, thot kjo mundet me u kuptuar në 3 mënyra. Në thot ata për me lajket i shtrin krahët e tyre. Do të kuptimisht çështë kuptohet, i shtrin krahët e tyre. Do thot pranë kërkuesit të dijes. Mirë kuptohet, nëse që dim, ne nuk i shkruajmë me lajket dhe nuk kemi mundësi me pa dhe këtë formë, domethënë këtë mënyrë se si me lajket i shtrin krahët ndaj kërkuesit të dijes, që shpresojmë që këtë mëngjes të shtrin me lajket krahët për juve edhe për neve. Në 2 thot vjen në kuptimin e modestisë dhe nderimit për kërkuesin e dijes. Thot qëllimi është se me lajket i shtrin krahët kur do thotë ndaj kërkuesit të dijes që ai merr dije, është qëllimi thot si kuptimin e modestisë, me lajket kanë modesti dhe nderim për kërkuesin e dijes këtë rast. Edhe e treta, kuptimi i saj thot tregon se ata, do të thonë me lajket, është qëllimi zbresin dhe ulen në tubimin ku flitet, domethënë tubimin e dijes dhe nuk fluturojnë. Nëse që dim me lajket s'ka në hadith kanë krahë dhe fluturojnë. E qëllimi thot këtu që i shtrin krahët në kërkuesit dijes për veprën që e bën, thot me lajket zbresin në tubimin e dijes ku mirë dije edhe nuk shpëndohen, nuk fluturojnë. Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush ecën në një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu do t'ja lehtësoj rrugën për të hyrë në xhenet. Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Ka hadith se kush ecë apo kush merr një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu do t'ja lehtësoj përmes kësaj rruge që ky ka marrë, domethënë si shkak është dituria, Allah ja lehtëson që me këtë vepër, pra, me këtë rrugë që ka marrë, këtë hyn në xhenet. Ne na shkopë dojmë që të thënë xhenetin. Atëherë po vjen që një peshkaqe më dashtore që Allah më na lehtëson neve rrugën, me kon shkak që na më fut xhenet është kërkimi i dijes fetare. Ibn Bazi Allah mëshiroft thotë që këtu kur është cek në hadith se kush merr një rrugë, qëllimi nuk është vetëm ai i cili udhton për shembull në një vend të lartë për me kërku dije, siç kemi udhtuar na. Kjo është më parsore, thotë, ajo në hadith që cekët. Ai i cili merr rrugë, shkon në një vend të lartë, dietar, mëson, kjo futet në hadith, kuptohet? Mirë, po nuk është veç kjo thotë, po secili i cili edhe nëse nuk udhton në vende të larta, sa atje ku gjenden dietar, do të me mësu gjuhën arabe, në vend të arabe etj etj. Thot, në këtë hadith hyn çdo kush i cili, pra sinqerisht, edhe në vendin e tij ku është, ulet, mëson, lexon, ndëgjon edhe e mëson fen. Thot, secili nuk është vetëm ai i cili merr rrugë për
me kërku dije do në një vend tjetër të larg. Këtë hadith e përcjell Muslimi se lecekëm. Disa njerëz të mençur kanë thënë se sa do të dëshiroja ta dija se çfarë arriti ai që e humbi dijen dhe çfarë humbi ai që arriti ta mësoj, ta përvetsoj ata. Ka thonë, shumë kisha dashur me ditë çfarë ka arrit, domethënë dynja, ai cili nuk ka marrë dije, s'ka mësuar domethënë për fe. Çka ka arrit? Edhe çka ka humb, domethënë ai personi i cili ka mësuar dijen këtë dynja. Kur gjë s'ka humb, ka fituar sa në më madhështuar. Kur gjë si ka ik atij domethënë. Ky ka fituar, do thotë gjën më madhështuare, dijen e ka mësuar. Pse vëllezër dija një çështje e rëndësishme? Nga se në është arsyeja pse na jena krijuar në këtë dynjë me adhuru Allahun. Apo Allahu thek në surën Dhariyat ajeti 56. Do thotë uma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Unë nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për diçka tjetër veç se të më adhurojnë mua, thot Allahu. Do thotë qëllimi kryesor pse ne jemi në këtë dynjë është me adhuru Allahun. E mirë, pa pas dije dikush pa mësu çysh me adhuru Allahun, ka mundësi me adhuru Allahun? Jo, çysh do me fal ti namazin pa diç, pa mësu çysh me fal. Çysh do me dhon zakatin pa mësu çysh me dhon. Qysh me mësu ato që është halal, pa mësu. Qysh me dhon, me bo ato që është obligim, me kry pa mësu, pa ditë qysh kryet. Pra, nuk ka mundësi dikush me adhuru Allahun, me përmbush këtë mision që e ka dënja, veç se duke kërku dije, duke mësu qysh me adhuru Allahun. Nëse ajo që është obligim, nuk përmbushën, nuk ka mundësi me u kry veç se me diçka tjetër, edhe që e tjetër është obligim. Domethënë, adhurimi te Allahut është obligim. Mirë. Pa dituri nuk ke mundësi me kry këtë adhurim. Atëherë po vjen që edhe dituria është obligim. Qëllimi është dituria e cila me mësu, do të dija e cila është në çështje bazike, me mësu për tauhidin, për adhurimin e sinqert të Allahut, do të namaz, xhirim, haxh, çka është halal, haram, gjëra të tilla. Për këtë është qëllimi që është obligim për çdo musliman. Për vlerët e mesendhënies transmetohet edhe hadithi i Sahel ibn Sa'dit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i përmendur tek dy librat e saktë, në Buhari dhe Muslim, ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, i ka thënë Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, të udhëzohet dikush apo të udhëzoj Allahu dikën përmes teje. Të udhëzoj Allahu do thotë një njeri përmes teje. Kjo është më e mirë për ty se sa të kesh deve të kuqe, të shtrejta. Dhe pejgamberi ka thënë Aliut radhiyallahu anhu, me udhëzu Allahu dikën në Islam përmes teje, ti më kon shkaktar, domethënë që ai më udhëzu, kjo është më e mirë për ty se sa deve të kuqe, të shtrejta. Kjo, domethënë devet e kuqe, begatia përmendur në hadith, pra janë devet e kuqe që konsideroheshin si pasuria më e çmuar tek arabët. Ata i merrin si shembull devet e kuqe për ta treguar cilësinë e diçkaje që nuk do thotë nuk krahasohet apo nuk kishte do thotë dvyshme sikur ajo. Si më thon sot për shembull, me uzu dikush në dorën e përmes dikujna, kjo është që me kuptu normalisht. Kjo është më e mirë se sa për shembull një vill ose një makinë ose diçka që është më e shtrejta dhe nuk ka më shtrejtë si ajo. Vlerë më të madhe se ajo nuk ka diçka. Me thon sikur që ajo, domethënë, është më e mirë për ty se sa me pas ti çato. Se në kod pejgamberit do të devet e kuqe kanë qenë do të pasuria më e shtrejtë, me tokën punën në tokën jo në ushqye tjera. Pra, është pasuria më e madhe udhëzimi i dikujt përmes teje. Ibn Abbas i ka thënë, ai që u mëson njerëzve virtytet për gjërat e mira pra që kanë vlerë, ai i cili u mëson njerëzve gjërat e mira që kanë vlerë pra, për të lutet çdo gjallës thot. Për të lutet çdo gjallës. Madje edhe balena thot në thellësinë e detit, edhe balena në thellësinë e detit lutet për këtë person që i mëson njerëzve të mirën. Kështu që diçka e ngjashme që e përmendëm është transmetuar do të hadithi pejgamberit që e përmendëm më herët. Dikush mund të pyet se në çfarë pikpamje balena apo çysh kuptohet që balena kërkon falje për mësuesin, ai i cili mëson njerëzve
gjërat e dobishme të fesë. Përgjigjja është, thonë dietarë, sepse dobia e dijes përfshin çdo send, madje edhe balenën. Pse edhe balena lutet në det për ato i cili mëson njerëzit hajën të mirën? Për shkak se edhe balena në det përfiton apo ka dobi me këto që dietari ju mëson njerëzve fen. Qysh? Nga se dietarët përmes diturisë kanë mësuar ata që lejohet dhe ata që ndalohet. Ata porosisin për mirësjellje ndaj çdo gjëje, madje edhe ndaj kafshëve që therrën. Apo balena. Andaj Allahu u mundsoi të gjithëve gjallësave kërkimin e faljes për këtë njeri i cili për këta njerëz si shpërblim për veprën e tyre të mirë, domethënë që veprojnë. Pse balena po lut kanë det, çka ka të bëjë kjo me dijen që jep do të dietari, mësuesi, për shkak se dietarët sharojnë rregullat edhe të drejtat e njerëzve po edhe të kafshëve. Sa që ja shohin, atëherë e hajnë edhe kafshën det. Për ata dhe Allahu ka bëu, do thotë, e ka bëu që edhe balena në det me u lut për këtë person i cili mëson njerëzit. Ebu Musa, Allahu qoftë i kënaqur me të, për cilë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, shembulli udhëzimit dhe i diturisë me të cilën më dërgoi Allahu as si shiu i bollshëm që bie mbi tokë, thotë. Një pjesë e saj ishte tokë pjellore që e përthithi shiun dhe kështu dhe bimësia dhe bari u bën me mbyllok, domethënë. Një pjesë tjetër e tokës ishte e fortë, jo pjellore, që e mbajti ujin e shiut dhe Allahu me të u bëri dobi njerëzve, sepse e përdorën për të pirë, për të dhënë kafshët e tyre dhe për të ujitur tokën. Një pjesë tjetër ishte tokë e shesht e djerë që nuk e mban ujin, thot, dhe nuk prodhoi bimë. I pari është shembulli i atij i cili e kuptoi fen e Allahut dhe dhe përfitoi dobi nga dituria të cilën Allah shpalli përmes Mejidit, përmes pejgamberit, pra mësoi për vete dhe i mësoi të tjerët. Do të përmer shembullit pejgamberit që ka sikur shiu që zbret, edhe toka është e mirë dhe e merr e thith ujin dhe me saj nxjerr frytet. Kështu është shembulli i atij, cili mund ka dërguar Allahu dhe njerëz e marrin ata dhe përfitojnë dhe do të dalin frytet e saj. Dhe shembulli tjetër është i atij njeriu që nuk ishte i kujdesshëm për dijen vetar dhe nuk e pranoi udhëzimin e Allahut të shpallur përmes meje. Pra tokë thotë se pranon edhe s'ka nxjerr kurrë prej këtij shiu, domethënë, ti bereqeti. Këtë hadith për cilë Buhariu dhe Muslimi dhe për fund Hasan el-Basriu, në Skabajs, Allahu mëshiroft, transmeton të ketë thënë se transmetohet domethënë se ketë thënë se po të mos ishin dietarët, njerëzit do të ishin sikur kafshët. Pse? Nga se dietarët ju mësojnë njerëzve, do thotë çështjet e fesë, çështjet e moralit, çështjet e obligimeve, ndalesave, pastërtinë tjera. Atëherë kjo i bën ata me dallupi kafshë. Kafshët s'kajnë rregull. Për ata dhe njerëz nëse për ata dhe i sheh kufart subhanallahu, jo besimtarët që jetojnë sikur kafshë. As s'kajnë rregull djumit, as ushqimit, as marrëdhënies intime, as në raport me njerëzit, do thotë çysh punojnë, veprojnë, zullumi tjera, pagesa tjera. Raport me Allahun fillimisht si jetojnë domethënë pa kurfar arsye. Të frehen, do thotë zhvatën nëpër tokë dhe të poshtë lart mundon të bëjnë qefe dhe në fund domethënë asgjë, në humbje. E kafshët s'kajnë obligime, domethënë kafshët jetojnë të lira. E na duhet me qenë sikur kafshët. Për atë dhe vlera e dietarit është e madhe nga se i mëson njerëz që mos me jetu sikur kafshët. Kjo pra që sekum shkëputje për librit për Minhaj al-Qasidin të Ibn Qudamës, Ibn Qudame al-Maqdisi, që është për ty pej udhës besimtarit. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ishbir.